Kemi skuadrën e dritës, e cila është e para, e kemi me 7.5 milion euro. Okej. Është rekord edhe ky, pra në asnjë Ka skuadër. pas më herët. Kam përshtypjen që nuk ka as në Maqedoninë e Veriut dhe as në Shqipëri. Okej. Jo se jo në Malin e Zi, pra është vlerësimi më i lartë që mundet me pas një skuadër në këtë zonë. Kemi pastaj Ballkanin me 6.25 milion euro dhe Prishtinën e kemi me vlerën 5.68 milion euro. Që janë pra vlerësimet që atë quajnë totalin e Superligës në 47.89 milion euro, që është një rekord i ri dhe besoj që në marsin e vitit dahat shumë pra, në vitin që po hym tash, kemi mbos edhe një vlerësim edhe një rritje tjetër, dhe ajo rritje që ka me ndodhë ka me hap rrugën për me u drejtu drejt 50 milionshit, që ka me shënu faktikisht një fazë të re edhe për lojtarët edhe për gjithë. Për arsye se kur e kemi marrë vlerësimin lojtarët e mesit tabelës, ata që kanë qenë mesatar, vlerësimin që kanë mujtë me pas 250.000 euro, ndoshta ka qenë mesatarja, kurse tash bëhet fjalë për shifra 500.000 euro. Edhe që kanë më rritë edhe përfitimet faktikisht kur ata transferohen, ka me ndryshu edhe gjykimi publik kur ata transferohen për shembull në një shtet si Rumania, për arsye se edhe ndryshe trajtohen kur vinë këtu. Edhe në Rumani faktikisht nuk ka lojtarë që vlerësohen me këtë shifër. Pikërisht për shkak që ka informacion të